Përshëndetje shikues të emisionit Zgjohu, për i takohemi edhe këtë javë. Sonte kam kënaqësinë të kem në studio një grua e cila ka dhënë shumë ngjyra artit në forma të ndryshme, duke filluar nga pasarelat e modës tek ekranet e filmit e deri tek rrjetet sociale. Ajo është fituese e çmimeve ndërkombëtare të bukurisë, aktore e njohur në disa seriale turke, ish gazetare sportive dhe një zë shumë frymëzues për shumë vajza të reja. E bukur, e zonja, shumë dimensionale. Kënaqësi të kem sonte në studio Arbnora Ademaj. Arbnor, faleminderit shumë që pranove ftesën të jesh pjesë e emisionit Zgjohu. Faleminderit, është kënaqësi për mua. Arbnor, po e nisëm prej fëmirisë tënde, ti ke lindur në Pej. Çfarë kujtime ke nga ajo periudhë? Unë realisht vi nga Katun deri afër Pejës edhe me të vërtetë fëmiria ime ka qenë e bukur. Kam qenë vajza vetëm në shtëpi edhe kam qenë kështu e lastumja e shtëpisë, sidomos çika e babës. Gjithmonë jem kon tip energjik, kom dash gjithmonë qendër vëmendjes, kom qenë edhe goxha problematike kështu. Jam rrej shumë e fëmijë si e vogël, po. Edhe me vëllezërit e mi, edhe gjithmonë baba më ka dalë në krah, edhe gjithmonë ndoshta edhe sot kur e kujtoj fjalën e tina, gjithmonë më thënë kur mos e lë me të rrit dikon, domethënë në kuptimin kur e mendoj sot është sepse gjithmonë kur mos e lejo dikon me të shtyp ose me të përul, sepse ti si fëmijë formon karakterin tënd dhe pastaj rritesh në çat frym, kështu që gjithmonë ndoshta më ka ndihmuar shumë fjalët e prindve edhe kujdesi shumë i madh për me u formu si karakter edhe me qenë personalitet në vete dhe me pas vetbesim në gjithçka. Ka qenë interesant, ndoshta në atë kohë ne nuk është që kemi pas shumë, nuk kemi pas telefona, nuk kemi pas rrjete sociale, këtu krejt që kemi dalë në Katun me lujt me fëmijë, lojra të ndryshme, me kukla, nuse, plastik, po. Kështu që e mbaj mend vetën tër ditën, ndoshta veç detyrat kur i kemi përfunduar në shkollë dhe jemi kthy tër ditën jashtë. Beles edhe buk, pritoj që me shku me hangër në shtëpi, veç me lujt. Mirë, një fëmiri, unë mendoj që kom pas fat që kom pas një familje shumë të mirë pranë dhe sidomos kujdesi i prindve më kanë jep shumë lumturi, ndoshta duke qenë edhe vajza vetme, si që thash, ka qenë një emocion shumë i mirë dhe jam rrit me shumë dashuri, jam rrit me shumë përkushtim. Në përgjithësi, ndoshta edhe jeta në Katun është shumë e mirë, edhe sidomos për fëmijët, kemi pas po shumë hapësirë. Një fëmiri shumë të bukur. Arbona, ke pas gjithmonë pasion prej fëmirisë këtë pjesën e aktrimit, modelingut e këto? Jo, as edhe një herë. Apo cila ka qenë në atë kohë ëndra jote për që gjatë rrugës pra, ka ndryshuar? Ndoshta si fëmijë unë e kom mësuar shumë edhe kom qenë ndër nxënësat më të mira në shkollë gjithmonë. Ndoshta gjithmonë kom dashur me pas atë qendrën e vëmendjes, po ndoshta pa e ditë vetë se çka po du. Ndoshta gjithmonë mësoj me pas qendrën e vëmendjes familje në shkollë, duke qenë nxënësja më e mirë, dyqysh si me thonë si më e privilegjume. Por si fëmijë, fillimisht normalisht kom pas ato ëndrat e mia, mu bë mësuese, pastaj doktoresh. Mirë, po në botën e artit ose të showbizit as edhe një herë, sepse ne në familjen tonë askush nuk ka qenë pjesë e botës së artit showbizit edhe ndoshta s'kom pas asnjë lloj inspirimi që me mendu që një ditë unë do të jem vetë. Krejt kjo ka ndodhur rastësisht, kam qenë nxënëse e gjimnazit duke shku në shkollë, përveç se më kanë pa një vajzë gjatë, nuk është që e kam mirëmbajt veten, sepse kam qenë nxënëse që kam mësuar shumë. Edhe më dalon një vajzë, thot, po mahet mi speja, kështu, thot, s'po vjen me marrë pjesë. Thash ku unë e mes, çfarë ato janë të bukura. Do me thonë as vetbesimi se kom pas, as absolutisht hiç mendje rreth fushës modës, se diçka mirë, po pastaj kur shkova në shtëpi bisedova me shtytjen e familjare normalisht, shko merr pjesë, okay, shkova e provova, fitova dhe pastaj nuk ndala. Pra ato familjarët e ka prit mirë, duke ditur që nuk ka qenë shumë e lehtë në familjet të tona që vajzat. Jo, në familjen e ngushtë, fatmirësisht të thash që jam rrit në familje shumë e dashurie dhe gjithmonë kanë qenë shtys që shko, provoje, bën diçka, sidomos vllau im i madh, ka qenë njëri ndër shtys kryesor që unë më shku përmes. Normalisht rrethi i gjar jo.
kom pas shumë paragjykime, shumë kontradita, shumë fjalë që na i ka marrë fytyren. Normalisht vitin 2006 ka qenë edhe një kohë pak më ndryshe kur kam dalë, me dalë në bikini në televizion, nuk ka qenë e pranueshme, sidomos për rrethin nga i cili unë e kam marrë mirë, po fatmirësisht familjen time të ngushtë gjithmonë e kam pas krah dhe gjithmonë më kanë shoqëruar kudo që kam marrë pjesë, edhe Miss Kosova, edhe Miss Glab. Për faktin që sot kur ju shohin njerëzit, ju shohin gjithmonë si një vajzë shumë e bukur, shumë e zoja, po nuk i dinë gjithë këto sfidat që i hasim gjatë rrugës. Sigurisht në atë kohë, duke qenë 16 vjeçare, pothuajse një fëmijë, edhe ndoshta një fëmijë mirë, po jo me përvojën e eksperiencën e duhur të jetës. Sepse unë e thash në atë kohë nuk është që kemi pas informimin e duhur, jetës sociale, krejt që kemi mësuar shkollë shpejt dhe me dalë me lujt. Ndoshta një fëmijë sot është i formuar shumë ndryshe se sa ne. Ndoshta kjo pjesë ka bë po, jam lëndu. Faktikisht, kom pas momente që kom qajt, jem zhgënjy, kom mendu që ka bona, unë e krim nuk bona. Si fëmijë, kom përjetu shumë rëndë edhe pastaj, kur del edhe mes, ndoshta unë në atë kohë nuk e kom ditë as vlerën e titullit që e kom marrë, nuk kom qenë vetë në dijeni se çka kom fitu, se sa qenë ka rëndësishme, me qenë nga vajzat më të bukura të qytetit. Pastaj të Kosovës, duke qenë në moshë të re, nuk e kam menduar as vetë se çka kam përsipër përveç asaj ndjenjes që wow, unë e dola më e bukur dhe kokna e bukur. Pastaj ajo ndjenja e lumturisë me veten dhe normalisht kom pas momente shumë zgënjyse, tash ka ndodhur shumë herë kom qajt. Ke menduar me ndërprer, më thonë po ndalen shkaku i fjalëve. Po. Kam menduar, e kam ndërprer një periudhë kohore, pastaj masi pothuajse kam përfunduar Miss Globin, nëse nuk gaboj një vit, kam fillu me ndërprej gjitha aktivitetet, sepse tash të vazhdoj fakultetin, se isha veç në fakultet edhe qenë ka e vështirë për mu, nuk më isha mi përballu fjalë, tash e themet, gjykimet, që ndoshta shpesh herë unë as veten nuk e njehsha. Edhe fillova me bo një shkputje gradualisht, por me kalimin e kohës, ndoshta dhe rritet njeri, formohet, thash, hej, kjo se filloj me mjep emocion, lumturi, skena, ekrani, e shisha vetën... Është e adrenalina e televizionit. Po, e shisha vetën që po mungon diçka, dhe pastaj jam rikthyer normalisht në shumë projekte të ndryshme, dhe kom vazhdu, pastaj kom fillu me u vaksionu, që është thojmë, nga krejt këto edhe ma asnjë nuk jom dalë. Sot, pa marrë parasysh, nuk ka dhe sot që nuk më blendojnë, se ne jemi njerëz, kurdo që thot që ndihet mirë, jo, nuk ka momente që nuk ndihet mirë, po e kaloj shpejt. Ndonjëherë edhe me një qeshme me ironi, ndonjëherë them, wow, si do të me mendu njëri kaq shumë, se do të me qenë një gjendje me të vërtet shumë të keqe, ose unë sot ndjej keqardhje për këta njerëz që gjejnë kohën me shpreh mënyrat më negative të mundshme, por që e nuk e kthejnë kohën për produktivitet për jetën e tyre. Për këtë ndjej keqardhje ndoshta, por për tjerat jo, sot thjesht kam qëllimin të vizionin tim dhe ju mboj imune ndaj krejt këtyre. Arnura, në emisionin zgjoh gjithmonë munduhemi të sillim njerëz që i frymëzojnë të tjerat. Siç e zika dhe më herët që ata mendojnë që gjithmonë ju e keni një jetë perfekte, edhe nuk i shohin shpesh herë këto prapaskenat në jetën e juaj. Ka një audiencë goxha të madhe që ndoshta gjithë secili prej tyre ka një motiv edhe motivohet prej ngjarjes dhe historive të juaja. Cili është momenti më i vështirë që e ka kalu Arnora, saqë edhe sot kur e kujton këtu masi e kalova dhe që të ngjarje, po që të emocionon? Them drejtën, kam disa momente në jetë, sepse unë gjithmonë e them gjithçka që shkelqen nuk është arje edhe askush nuk e ka jetën ashtu siç duket apo ashtu siç mendojnë të tjerët. Normalisht gjithë secili nga ne kemi momente të ndryshme, normalisht nuk kemi ndoshta të njëjta, por që a kemi kalu sfida, a kemi kalu momente të rënda në jetë, çdo njeri nga ne ka me i kalu, pavarësisht që ndoshta dikush fillon me shfaq edhe anën tjetër, dikush jo. Ndoshta unë gjithmonë e kam rujt shumë privatësinë time, sepse nuk më zhduke arsyeshme me viktimizu në momente caktume, sepse gjithmonë jam mundu me paraqit një
anë të mirë. Gjithmonë jam mundu me paraqit një anë pozitive, një anë të mirë, asnjëherë ato vështirësitë të cilat ne i kalojmë çdo ditë, por që ndoshta ndër momentet po t'i cekit disa, ndër momentet më të vështira ka qenë kur nga një vajzë prej Katundit kom ardhur në Prishtinë, kryeqytet, nuk ka qenë e lehtë. Mu ambientu me vazhdu botën e spektaklit, me vazhdu botën e aktrimit edhe fushën e prezantimit, mu ambientu me rrethin, një vend shumë i madh, nga diçka që unë nuk isha mësu, ndoshta jo gjithmonë jemi pritur, jo gjithmonë të hapet dera, kom pas momente normalisht që jam zhgënjy shumë, kom pas momente që jam lëndu shumë, sepse mu ka ndodhur disa gjërat pa besueshme, pse mu s'po m'jepet kjo mundësi se unë e meritoj, por normalisht nuk jem dalë asnjëherë, dhe gjithmonë e kom gjetë rrugën e duhur. Pastaj vështirësia tjetër ka qenë kur jem fut në rrugën e prezantimit programe sportive, ka qenë një punë shumë e vështirë edhe kur jem shkuar në Shqipëri, si jem trajnu atje në digital në Top Channel për 3 muaj para përgatitje për të filluar emisionin e sportit, e kom pas se është shumë e vështirë. Ka qenë një regjim goxha i rrept, goxha ndoshta shumë herë jem lëndu me fjalë. Normalisht unë sot kur e kuptoj që ka qenë për të mirën time dhe sidomos Shako Hoxha ka qenë një prej kriterave më të mëdhej kur jemi hinë studio për herë të parë dhe kom filluar me prezantu, kanë qenë fjalët më të mërshme që i kisha ndëgjuar në herë në jetë, edhe më është drejtu ku je nis, duke përtit me të madhe, edhe normalisht aty më ka hub dita krejt, edhe kom thonë jo në skopna për këtë punë. Edhe po me insistimin me punën që për 4 ditë ka qenë sigur me marrë një person tjetër, dhe me thonë aty e di që më lëndu shumë, aty e di që jëm dalë nga studi duke qajtë. Kom pas momentet vështira, pastaj rrugtimin e Turqi ka qenë shumë i vështirë. Unë veç këto e kisha ndërtu një jetë. Në Kosovë kisha, si me thonë, një punë, një biznes Tirani, kisha ndërtu një stabilitet jetësor edhe ndoshta edhe jem natyrë sfiduese, por nuk i friksona heq, kështu me rreziku edhe po me provu. Edhe vendosim me shku në Turqi, me fillu një jetë prej zeros, gjithçka. Një vend shumë të madh, një vend që shpesh herë më duke vetja sikur jem hub dikon, por që kam marrë sfida të ndryshme. Kur kam shku në Turqi, normalisht që njerëz të shumë gjëra i shohin të lehta, edhe nuk e dim vuajtjet të cilat jetu i kalu ti, ndoshta kursi gjuhës, me mësu gjuhën nga fillimi, dhe me thonë komplet një jetë nga zeroja, që nuk njen askush, nuk të merr parasysh askush, nuk ka qenë as pak e lehtë. Me mësu në kurs gjuhës, kursit aktrimi, trajnime të ndryshme, nuk e di, ka njëherë thamë, edhe në veç dima e Zotit edhe se dhe ka qenë motivi kryesor që të kam bajt me i kalu gjithë këto sfida vetëm për ëndrrën tënde, edhe me u bo kjo që jesë, se ka shumë prej njerëzve që e ndërprejnë rrugtimin e tyre edhe nuk kanë fuqi dhe mbi përballu gjitha. Ta thash, unë kom pas edhe në momente që kom vendosur është me hek dorë, por që kur e marr një detyrë përsipër edhe them ja dal, ndoshta pavarësisht periudhës kohore, ndoshta nuk vjen kohën që mendoj unë, ndoshta nuk vjen momentin kur duone, por asesi nuk jam dal, asesi ndoshta edhe në Turqi kom pas produksione që nuk më kanë pranu, as me hyjtë dera. E lemo me hi me bisedu për ndonjë projekt tjetër, mirë po ndoshta jam refuzuar 5 produksione, 6 i ka pranu, por nuk jam dal. Kom insistu edhe normalisht që sot e kam dhe një menaxher që kujdeset për edhe merret me karrierën time se si do të shkoj rrjedha, por që nuk është ndjenje mirë kur të refuzohesh. Edhe shpesh kom thonë, unë ndoshta e humba gjithë këtë kokët, por që vjen një moment që edhe puna, edhe mundi, edhe sakrifica, gjithçka shpërblihet, por jam shumë tip kërkues nga vetja. Jam shumë tip që me mlan me ndajt, do me thonë merë në qafë, nuk di, do me thonë e ndi vetën të pavlefshme, nuk më duke sigur unë s'po vlej si njeri, se s'po boj kur gjo, kështu që në atë moment që i gjej punë vetës, i gjej sfida vetës, unë shpesh e them, ndoshta me mpyt
tash, se si ko marrë shumë gjera përsipër në ndër vite, nuk di asgjë ta shpjegoj. Po në shkoj po ja dal, po kur asnjëherë nuk i mendoj sfidat e cilat kom u përball. Se kur të përballesh me sfidat, me vështirësitë, pastaj aty kom gjetë shumë herë. Thosha, wow, sa mirë kesh Kosovë. Qa di pa që erdha. Por që normalisht, po them kjo jeta kështu e ka edhe kom pasur zhgënime nga njerëz të cilët i kom dashur, i kom respektu. Ndoshta kur e sheh një moment që zhgënjia është aq shumë të lëndojnë. Por unë gjithmonë jam natyrë e qetë në jetë edhe gjithmonë çfarëdo gjëje që më ka ndodhur në jetë, vendosim u shkput përkohësisht, me mendu mirë, me rimarr veten mirë, edhe pastaj me vazhdu përpara. Mirë po më ndal asnjëherë. Tash duket si një moment mirë tjetës tënde, Arnor. Je e angazhuar me goxha shumë, cilat janë projektet aktuale që je tu merr? Fatmirësisht ka dashur Zoti në radhë parë shëndetje me pas mirë, familjen mirë, pastaj në përgjithësi nuk është muçajt. është mirë, por projektet e mia tashmë janë her pas here edhe në Turqi, edhe në Kosovë. Tash jam rikthyer në Kosovë sepse kam filluar një emision. Ndoshta mund të them emisionin apo misionin që gjithmonë e kam pas në ëndër. Emisionin më të vështirë të jetës, ndoshta kur po e shoh dhe po ballafaqona çdo ditë me realitetin ton, me të vërtetë shumë i vështirë. Prap e thash unë veç që filloj nuk e di si doja dalë, si doja vazhdoj, por që emisioni ka me qenë një emision social humanitar, ka me qenë pranë familjen në nevojë, pranë njerëzve të ndryshëm, ndoshta surpriza, festa, gjithçka që kemi mundu, të paktën me kthy një buzëqeshje të njerëzit kur duhet dhe atë sa mundemi. Por që asnjëherë nuk i kisha besu që kam menduar ndoshta që kam kalu vështirësi, Turqia, tash sporti mirë po, qysh po e shoh që tash e kam marrë detyrën më të vështirë të jetës, emisioni do të quhet Stars Serving Hope, apo yjet japin shpresë, sepse emisioni tonë do t'i bashkangjitet çdo javë një personazh, një fytyrë publike dhe së bashku do mundohem përveç kësaj të sjellim gëzim, shpresë, jetë në familjet tona. Sa është e vështirë Arnor me i pa nga afër hallët e njerëzve me cilat ballafaqohen për çdo ditë tuajse? Me thonë drejten, nuk e kisha imagjinu. As nuk e kisha besu që në Kosovë ka ende familje që jetojnë në kushtet e tilla. Me të vërtetë shumë e vështirë, me të vërtetë ndoshta ka ditë e net që jam pa gjëm, që nuk më heket historia, që nuk më del përpara fytyra e fëmijëve që e shoh dhe që i takoj, me çfarë kushte jetojnë. Ta them shumë sinqerisht, po ta them, nuk e kisha menduar në Kosovë që kemi familje që jetojnë në kushtet e tilla, dhe pse duke i ditë që ne nuk jemi një vend shumë i madh dhe nuk është që shteti ndoshta nuk mundet me imbulu këto kushte, të paktën më siguru një vend banim, një jetesë normale, një social, po ndoshta po thuj se unë kam vetëm disa fillimi që i kam fillu mirë, po sado që do mundohemi ne, unë nuk mendoj që pa e prek pak dora e shtetit edhe pa e dalë në krah këtyre njerëzve, do t'jetë e vështirë për të gjithë me ja realizu çdo kërkesë që ata kanë. Sepse po ballafaqohesh çdo ditë me familje të ndryshme, me njerëz të ndryshëm, me organizata të ndryshme, edhe është jashtëzakonisht e vështirë edhe sinqerisht ndjej shumë keqardhje. Nuk e kisha mendu, as imagjinu, as në ëndër që ka familje në Kosovë që jetojnë në kushtet e tilla. Unë kam pa shumë emisione humanitare, siç keni qenë edhe ju, një nga emisionet që ju keni dalë në krah, e ka shumë të tjerë që kanë ndihmu, e ju kanë dalë në krah, por prapë pa mjaftueshme. Do me thonë, kur do të ndalen edhe kur
këta njerëz do ta meritojnë vendin e duhur në shoqërinë tonë. Padyshim që gjitha rastet me cilat po merreni janë shumë të rënda edhe po cilë është ajo që të ka ngel në mendje, që është në gjendje më të vështirë, saqë e ke pasur edhe shumë të vështirë me e menaxhu situatën. Kam shku në një familje në Janjev, edhe kur jam futur brenda, i kom pas që janë 15 fëmijë. Nëse s'gaboj, një 20 e diçka vjet jetojnë në 2 dhoma. Kushte, më vje keq po e them, po në kushte të mjerueshme, me lagështi, pa kuzhinë, pa banjo, pa ushqim, pa asgjë. Edhe kur i kom pa ata fëmijë, edhe lotin sy tyre, edhe shikimi tyre me shpresë që ti kemi ndryshuar diçka për ta, me të vërtet po të them që ka qenë një moment shokues edhe më kanë humbë dhe fjalë, nuk e di as emisionin se si e kom realizu, kur e sheh një fëmijë aq të bukur, aq të mirë, aq dashur, edhe të shikon sepse apo mundesh m'ia zgat dorën, apo mundesh m'ia u bën një zgjedhje, si më thon, kur i shet që fëmijët nuk mundin me shku në shkollë për shkak të kushteve, sinqerisht po them nuk është e lehtë, edhe për mua ka ditë që thash nuk jam gjendje të mirë emocionale, sepse jam duke e përjetuar shumë rënd, është shumë e vështirë me pa që një fëmijë aq i mirë, aq i talentuar nuk mundet me shku në shkollë për shkak të kushteve dhe rrethonat të cilet po jetojmë ne. Unë nuk, ndoshta këtë kemi kalu vështirësi edhe unë e di çfarë do me thonë arsimimi, unë e di çfarë do të thotë që me ndjek shkollimin, por ndonjëherë unë shpresoj që ata fëmijë kanë mu bo një ditë ndoshta njerëz e zot vetë, zot familjes, por që është e vështirë që ne të paktën si vend, si shtet, si popull, që të paktën mos ja u sigurojmë një vend ku të jetojnë edhe shkollimin, kështu që kërkoj ndjes, por që jam shumë e prekur emocionalisht çdo ditë nga çdo rast që po shoh. Pastaj në shoqatën Hendifer në Ferizaj, një shoqat me asit kufizuara, kom pa njërin kulic që nuk mundet as me fol, as me ecë, kushtet vështira ekonomike, vetëm ideal në familje. Po shoh shumë raste të vështira edhe shumë e vështirë me përballu. Por që uroj, shpresoj me ndihmën e Zotit. Është për të duar trokitur edhe vlerësuar shumë puna juaj edhe angazhimi kaq intenziv për të dalur në ndihmë njerëzve, se sot e shoh që të gjithë synojnë të marrin emisione televizive në studio shumë ma glamuroze dhe jo në këtë periudhë keni zgjedhur që t'ju qëndroni njerëzve afër, kështu që kjo meriton një vlerësim maksimal dhe thjesht bravo ju qoftë dhe shpresoj që ta përmbushni misionin e juaj. Po relaksojmë pak armor bisedën se emocionet ndoshta gjithmonë në jetën time jam mundu me atë sa ka mujt gjithmonë me ju dal në krah njerëzve që kanë pas nevojë për mua. Nuk po them që kom bo në mrekullim mirë, po atë sa ka mujt me bo e kom bo, edhe për mua kam mjaftuar gjithmonë me pa një buzëqeshje, sepse edhe vetë e di çka është me të zgjat dora, edhe vetë e di çka është me të ndihmu dikush. Ndoshta e di edhe ndoshta çka është mos e pas në raste të caktuara, edhe kur ti ke përjetu vetë këtu në kurrizin tënd, atëherë ti ja beson çdo kujt ma lehtë edhe e din çka është me kalu edhe në kushte të vështira, edhe në momente të vështira, edhe qoftë një mundësi me t'u jep një jetë. Ndoshta unë kom pas fatin që mu ka zgat dora edhe mu ka njep shumë mundësi një jetë, kështu që uroj shpresoj çdo kush me pas to. Për atë arsye ndoshta gjithmonë kom dal në krah aq sa ka mujt, por ndoshta asgjë s'mundem edhe mos më isha kurrë me bë të paktën, kom e përdor ndikimin tim atë sa e kam në platforma dhe në rrjetet sociale për me qit në pak të raste, edhe pse jo mos më bashku të gjithë për një mision. Unë e thash ka shumë njerëz. Kur e kom fillu këtë emision, kom mendu shumë herë, e kemi mendu shumë mirë, apo boj mirë, apo jo, mirë po, duke e pa dhe në përbot, njerëz dhe personat, ftyrat publike, gjithmonë e përdorin ndikimin e tyre
për t'ju sjellë kushte dhe mirësi njerëzve që ka nevojë, kështu që pse jo edhe ne mos me përdor emrin ton që më ju don krah njerëzve. Është një shembull jashtëzakonisht i mirë që nuk duhet me harru asnjëherë se si kemi qenë edhe që në të ardhmen me ju bë dorë të tjerëve. Mirë, Arnor, po kalojmë te një pjesë tjetër. Pak ma relax tash. Pas emocione jashtëzakonisht të fuqishme, po që janë gjana që cilat duhet me i diskutu jashtëzakonisht shumë që tjerët me marrë shembull. Kështu që unë jam shumë e lumtur sot që ti ke ndarë gjitha këto me ne. A je duke përcjell Arnor bigun e Shqipërisë, sepse kemi një lojtar tonin atje dhe Gjestin. Unë duke se je duke përkra pak. Po. Une edhe nga Kosova ka qenë lojtari preferum, apo shpithojnë tash banori preferum, edhe në pikë Shqipërisë absolutisht. Banori jam i preferum edhe një djalë jashtëzakonshëm, një djalë shumë i talentuar. Unë shpresoj e uroj që ai meriton me fitu me gjitha sakrificë, me gjitha të mund. Ajo që më bën përshtypje më së shumti është qetësia dhe urtësia e tij në të gjitha rastet. Ka qenë i bollizum, i paragjykum, që me thonë edhe i kanë mëra dhe shpull edhe tanat, edhe në gjitha këto situata i kam ri me rujqetsin. Mendoj që është një djalë jashtëzakonshëm dhe shpresoj që do ta fitoj. Urojme, shpresojmë që dikush nga Kosova të marrë atë çmim. Edhe besoj që e meriton, sepse ka dhënë shumë. Gjithkohës ka qenë Ka aktiv dhe dhënë nuk është shumë. ndaj. Edhe ajo që kam pëlqen më shumë se unë ndoshta në jetë gjithmonë i du njerëzit pozitiv, njerëz të harreshëm, njerëzit që bëjnë diçka të bukur, nuk sillen vetëm negativitet. Edhe ndoshta në përgjithësi njerëzit edhe nëpër Big Brother nuk është që ma herët e kom ndjekshë, për shkak ndoshta të angazhimeve të mia. Tashti, nëse një herë në jetën time e kom shikuar Big Brother, është shkaku i Gjestit. Okej. Mirë. Arnor, një pyetje nuk mundem asesi me X duke qenë fytyrë publike, sigurisht që publiku është shumë interesuar për jetën e juaj edhe personale. A e ka gjetë Arnora ende dashurinë, sepse e kam parë në komente që njerëzit shumë interesohen rreth kësaj pjese. Unë besoj që kur do të ketë diçka, unë do e nxjerrë vetë, kështu që për momentin jo, nuk ka kur gjë. Thjesht jam fokusuar në punët e mia, në angazhimet e mia dhe Dhe duke se për shihen këtë moment shumë të mirë tjetës. Arnor, kemi arë në fund të këtij emisione edhe një mesazh motivues për gjithë shqiptarët, anë mban kudo që gjenden në botë. Faleminderit, ishte kënaqësi edhe për mua edhe më ktheve pak në kohë, në vite. Nga njëherë po ndalem po mendoj, wow, ajo mune që i kom po krejt këto. Por që ajo që kisha dash mi thonë në gjithmonë them trive e trejave, asnjëherë mos u ndalni, besoni në ëndrat e juve, besoni në vetvete, pavarësisht që keni me has zhgënime, keni me marr, nuk keni me marr gjithmonë atë që doni dhe që dëshironi. Në kohën apo në momentin e duhur, e rëndësishme është mos mu ndal me besu në ëndrën tënde, edhe gjithmonë ka me dal dikush që ka me besu edhe ka me të përkra, edhe ka me shty në rrugën të cilën ti e mendon, sepse kur angazhohesh, punon nuk ndalesh, unë mendoj që gjithmonë ki me marrë vendin e duhur në shoqëri edhe në rrethin në gjanat e cilat te i synon. Kështu që mos keni frikë me marrë risjet jetës, sepse duke marrë risjet jetës, ne formohemi si karakter, edhe mësojmë mja dalë vetë gjerave, gjithçka që na sjell jeta, kështu që thjesht besoni në ëndrat e juve. Një mesazh zakonisht i mirë, e dashur, shumë faleminderit që sonte me ne. Faleminderit dhe shumë suksese edhe juve. Shumë faleminderit. Atëherë të nderuar shikues, arritëm në fund të këtij emisionit, e që padyshim duhet falenderuar partnerët tanë Poliklinikën Shoshe, Ujin Miros, si dhe Spitalin Anaderm. Ne shihemi të shtunën tjetër me të tjera histori dhe emocione shumë të fuqishme. Natën e mirë, mirëmbëjtje.